ti nuk i kompanitë cilë të prezantojnë ty punë që i kanë kry për klienta. Instagramet e tyne ose rrjetet sociale tyne janë shumica të mbushur me për hajër bajrami, urime vitiri, mbledhja zyrtare e kompanisë. Nuk i tregojnë hiç se s'kan qa me tregu, që ajo problemi se me pas krejt i tregojnë. Jom të e punu webin tem personal. Kur ja tregova një kolegut webin, ma boni, hej, po zgjedhi veç projektet e mira që i ki punu. Dhe vetë me vetë i thash, po, qysh mi zgjedh, kur krejt mira janë. A din, krejt i kom bot mira, one. Qashtu t'jom nis mi bo krejt, nuk moj me nda këta prej këti, se atër e pi bjen që kom punu veç për pagjes, apo adin, çfarë do qoftë. Une pa e gjetë qatë shpirtin që duhet me adhan që ati projektit nuk moj, që i kom qitë përmi 200 projekte janë, ose zdi sa janë. Që shumë shpejt ka me dalë website-i, edhe është si një lloj, jo website për me reprezentu kompanin, po është një lloj arkive, ku ti ki me mujt mu inspiru, vend se me hi në Google, më nësh me hi që aty edhe me marë projekte, me këqyr, qysh është bo, qysh është mendu, adin, është një farë educational focused website.